Ekipi Vllaznisë U19 është nisur drejt Italisë, aty ku do të përballet me Genoa në finalen e Super Viareggio Cup. Në konferencën përshtyp paranisjes drejt Italisë, drejtori i Akademisë Vllaznia Alban Hasani tha se përballja me Genoa U19 për Super Viareggio Cup është një moment historik. Normalisht është kënaqësi për klubin tonë, sepse është hera parë që zhvillohet një Superkup në niveli të tillë, në dy shteteve Italisë dhe Shqipërisë. Kemi pas fatin të dalim kampion në Tiranë dhe do t'i përgëzoj gjithë lojtarët dhe stafin që me Florin kry. Dhe kënaqësia është e madhe sepse nuk përveçse vetëm e Shkodrën, por gjithë Shqipërinë. Dhe kënaqësia e dy si prapë është më e madhe se gjithmonë Vllaznia, akademia jonë është e para si merr pjesë në kështu lloj turnesh. Siç kemi kënë edhe për UEFA Champions League, Youth League, kemi marrë pjesë për të parë Shqipëni, 2 vite rresht. Kjo është një kënaqësi dhe një privilegj, me thënë drejtën, i madh për ne si akademi për Shkodrën. Ndërkohë Mondoçi, trajneri i Vllaznisë U19 në prag të ndeshjes me Genoan, tha se shkojnë me pretendime në Super Viareggio Cup. Normalisht gjendja e skuadrës është ajo që duhet, sepse jemi edhe një fazë kampionatit që lojtarët janë gjithë në formën e duan. Por ajo që është më e rëndësishme është që këto turne janë shumë motivuese dhe janë shumë bin diçka të bukur, sepse është këto sportista mundën me shpreh atë çka kanë dhe normalisht është një rrugë shumë e bukur për ta. Edhe është një neshe që mundën me tregu vlera dhe mundën me ju hap një shans në jetë. Dhe kështu që janë neshe që e kam theksuar edhe më përpara. Këto turne janë më të vlefshëm se kampionatet, sepse duke qenë shumë pak neshe, janë më të angazhuar edhe specialistat, po e skautat edhe menaxherat, edhe normalisht që është neshe që Vllaznia në këtë moment, pavarësisht se ne shkojmë për me luajtë futboll dhe normalisht që do të mundohemi të lozim edhe të fitojmë Superkupën, por më e rëndësishme është ajo që këto fëmijë mundën me përfitu edhe mundën me pas shansin e tyre të jetë. Sfida finale Super Viareggio Cup mes Genoas dhe Vllaznisë U19 do të luhet ditën e njëjtën orën 15.